Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashkë. Këtë radhë nuk do vi me një recet supe, po do vi me një recet speca të kuq me qumësh e salcë kosi. Është një recet shumë e shijshme. Fillojmë ta përgatisim. Vendosim tiganin në zjarr, ku në të do të vendosim pak vaj ulliri, sepse pjesën tjetër të vajit unë e ka vendosur mbi salcën e kosit. Vendosim edhe specat e kuq, sasia është sipas dëshirës suaj, sa speca ju të dëshironi, unë ka vendosur 8 copë speca. Dhe janë speca mesatare, jo të mëdha, sepse dhe rrotullohen kollaj dhe skuqen shumë lehtë. Do të vendosim edhe pak vaj ulliri nga salca e kosit, siç e theksova më lart. Specat nuk do t'i skuqim shumë, do t'i skuqim shumë pak. Dhe do t'i tërëzoj e pasere, dhe temperatura e sobës do t'jetë në mesatare, sepse, si që theksova, speca do t'i skuqim shumë pak. Unë të tiganin e kam shumë të mirë, sepse e mba shumë zëtësi dhe e kam ulur temperaturën në minimum. Ju mund të regjistroni atë temperaturën mesatare. Dhe do t'i kthejmë gjatë gjithë kohës specat që mos të na lidhen. Faktikisht kjo është një recet verore, po unë gjeta këto speca në treg. Më pëlqyen shumë, salcën e kosit e kisha përgatitur më përpara, kisha marrë qumë, zura kosin dhe kullova. Dhe nuk po e përdorja me të drejtën, thash, kështu nuk po e konsumoja dhe thash, meqenëse gjeta këto specat e kuq, po e përdor. Vendosim udhrat e grira, unë kam marrë një kokër udhër, nuk ka qenë shumë kokra e madhe e udhrës, ka qenë një udhër mesatare. Në qoftë se ju do të keni kokrën e udhës të madhe, atë do veni 4 deri në 5 thelpin nga ajo udhër, dhe mos i hidhni shumë. Se faktikisht udhra i jep shumë shije specave. Unë e përdor udhrën shumë në çdo gatim, e kam theksuar, por kur e përdor në fërges, është e mrekullueshme, i jep një shije fërgesës të shkëlqyer. Kështu që edhe këtë radhë, unë nuk po bëj fërges, po përdor specat. Udhrat i ka vendosur me shumicë, përdoreni dhe do më besoni. I trazojmë her pasere që udhrat të na skuqet mirë, jo të na digjet, do marrja të ngjyrën udhra, si ngjyrë të ardhë, dhe do i trazojmë her pasere, si që shifni, specat na janë skuqur normalisht, ja, shifeni, janë skuqur shumë pak. Tani do t'i vendosim qumshin, e shuajmë me qumësh, nxehtësia e saj. Do i lëm për disa sekonda që të zjejnë dhe do t'i rrotullojmë që specat të na zbuten edhe nga ana tjetër. Ta marrin atë pak zjerrin e lehtë, se siç e dim specat e kësaj stine tani të dimrit, nuk është janë speca shumë të forta, e kanë dhe atë cipën e kanë shumë të butë. Do të vendosim erëzat, krip, piper të zi dhe specë djegës të bluar. Do t'i kthejmë nga ana tjetër që erëzat të shpërndahen në gjithë masën e qumshit dhe ta marrin tamam atë aromën që ato lëshojnë. Vendosim. I kthejmë nga tani do të vendosim salcën e kosit. Siç e shihni, unë kam vendosur 1 filxhan kafe me vaj ulliri mbi salcën e kosit. E vendosim salcën mbi specat. Si që shifni, salca e kosit e bërë vetë është e mrekullueshme. Unë nuk ju ja rekomandoj ta bëni me salcë kosit të bler në pazar. Këtë recet përgatiteni me salcë kosit të përgatitur vetë dhe do t'ju dali shumë e mirë. Të më besoni për këtë. Tani do mundohemi që specat t'i kalojmë sipër salcës së kosit, që salca e kosit të na shkrijë plotësisht me qumshin. I vendosim të gjitha mbi salcën e kosit. Dhe do e lëm pak që ajo të filloj të zjej dhe të bëhet një masë e njëjtë. Se giza faktikisht është më e vështirë. I vendosim tufën e majdanozit të grirë, e cila i jep një aromë fantastike. Çdo lloj gatimi unë e përdor shumë në përsupra, e kam theksuar dhe më përpara. E trazojmë i luk duke futur majdanozin poshtë salcës së kosit dhe poshtë specave. Si që shifni,
Tani do t'i vendosim kapakun dhe do t'a lëm për disa sekonda që specat dhe salca e kosit të bëhen njësh dhe të marrin ata aromën e mirë që kanë lëshuar sidomos erëzat, po edhe majdanozi. E nxjerrim ashtu sipër dhe I vendosim kapakun. Thjesht vetëm për disa sekonda, nuk do ta lëm më gjatë. E mori atë valën e parë, 2-3 valët e para, dhe tani do ta heqim nga zjarri. Fillimisht e vendosa në një vazo, se është gjithë ajo salskosi, gjithë ajo gjizë, gjithë ajo recetë jonë përgatita dhe nuk mund ta konsumoj me njerë. E vendos në vazo, e vakumos dhe e kam e përdor kur dua. I vendosim dhe pak nga I lëngu, pak yndyr, I vendosim kapakun dhe kemi gati për ta përdorur në çdo kohë. Vendosim tani e demonstrojmë në një pjetancë të vogël, speca siç e shihni, na ka dalë një recetë fantastike. Këtu ku jam unë ka një aromë të mrekullueshme, të më besoni. Dua të theksoj diçka. Kur unë përgatit salcën e kosit, qoftë edhe kur përgatis gjizë ose e marr të gatshme gjizën, unë I vendos gjithmonë vaj ulliri sipër që ajo mos më prishet. Dhe prandaj e kisha në vaj ulliri. Ja ku e kemi recetën, na ka dalë e mrekullueshme, aroma është e shkëlqyer, do dëshiroja shumë që ju këtë recetë ta përgatisnit, sepse është shumë e shijshme dhe sidomos kur keni në një banket familjar, është fantastike. Tani kam thekur 2 copa bukë dhe do ta shikoj shijen e saj duke vendosur pak salcë sipër dhe duke vendosur edhe disa copa të vogla speci të kuq. Dhe ja ku e kemi gati recetën. Ju bëft të mirë. Miru takofshim në video të radhës dhe faleminderit shumë që më ndiqni. Gjithashtu, do dëshiroja shumë që të abonoheshit në kanalin tim, ku të shtypnit butonin zile dhe të njoftoheshit me njerë për të gjitha video të radhës. Gjithashtu, do dëshiroja dhe një mesazh poshtë videos, të lini përshtypjet tuaja.